Skandal me reklamën e Erzenit, denigrohet ISO polifonia dhe figura artistëve të Labris. Një reklam e publikuar nga kompania e Bulmetit Erzeni ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, pasi shumë artistë, studiues dhe qytetar e kanë konsideruar atë si një fyerje të hapur ndaj ISO polifonisë shqiptare dhe figurës së këngëtarëve Lab. Në materialin promovues të kompanisë, grupi të njohur Jeona Labe janë zvendësuar fytyrat me koka lopësh, ndërsa në qendër të ironisë ka qenë edhe këngëtari mirënjohur Nazif Çela. Ikonat ISO në etiket nuk janë për ndonjë grup polifonik. Ato janë disa nga standardet ndërkombëtare më të rëndësishme të sigurisë ushqimore. ISO 22000 vendos rregulla strikte për mënyrën se si një produkt ushqimor duhet të provohet, kontrollohet dhe menaxhohet. Disa nga kriteret kyçe janë analizat vazhdueshme laboratorike, kontrollet të higjienës, monitorimi të temperaturës dhe procese të sigurta për punimi, ndërsa ISO 22005 lidhet me gjurmëshmërinë. Ky imazh është konsideruar nga shumë kush jo si humor apo kreativitet marketingu, por si tallje dhe banalizimi një prej pasurive më të rëndësishme kulturore shqiptare. Dhe aq më shumë kur kemi të bëjmë me një produkt si Erzeni, që nuk është bio, por është qumësht plur i ardhur nga Serbia. ISO polifonia shqiptare nuk është një element dekorativ për reklama banale. Ajo është pjesë e identitetit kombëtar dhe një trashëgimi e mbrojtur nga UNESCO, e shpallur në vitin 2005 si kryevepër e trashëgimisë gojore dhe jo materiale të njerëzimit. Kjo këngë shumë zërshe mbart histori, dhimbjen, krenarin dhe shpirtin e jugut shqiptar. Pikërisht për këtë arsye përdorimi i saj në forma fyese ka shkaktuar indinjat. Në Labri, edhe vetë shpreha koklop konsiderohet e rëndë dhe poshtëruese. Për këtë arsye vendosja e kokave të lopëve mbi kokat dhe trupat e artistëve të veshur me kostume popullore është parë si një akt përçmues ndaj njerëzve që mbajnë gjallë traditën shekullore të këngës Labe. Origjina dhe rëndësia e saj historike lidhen me identitetin kulturor shqiptar dhe traditën e hershme muzikore të rajonit. Në vend që kultura të trajtohet me dinjitet dhe finesë artistike, reklama Erzeni është perceptuar si një përpjekje banale për klikime dhe viralitet në rrjetet sociale. Problemi është mentaliteti që qëndron pas saj, ideja se çdo simbol kombëtar mund të përdoret pa kriter për marketing. Një kompani serioze duhet të promovojë produktet shqiptare me dinjitet, autenticitet dhe profesionalizëm, jo duke deformuar folklorin dhe duke kthyer figurat e artistëve në objekte talljeje. Dhe aq më shumë kur kemi të bëjmë me një produkt si Erzeni, që nuk është bio, por është qumësht plur i ardhur nga Serbia. Reagim publik ka patur edhe vetë këngëtari Nazif Çela, i cili e konsideron këtë përdorim të figurës së tij si të papranueshëm dhe denigrues. Ndërkohë paralajmërohet se për këtë rast do të drejtohet institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe të drejtave të artistëve deri në organet e drejtësisë, pasi shumë zëra e konsiderojnë këtë reklam jo vetëm të papërshtatshme, por edhe fyese ndaj kulturës kombëtare. Është gënjyese kur një kompani përdor element të trashëgimisë kulturore shqiptare vetëm për klikime dhe marketing banal, pas një ndjeshmëri estetike, morale dhe profesionale, thot Çela. ISO polifonia Labe nuk është dekor TikToku dhe as mjet për të shitur qumësht me figura lopësh të veshura me kostume popullore në mënyrë groteske. Ajo është një pasuri e rrallë, kulturore, e njohur nga UNESCO. Kur një kompani arrin në pikën që përdor simbolika kombëtare në mënyrë kaq të cekët, tregon se nuk ka vizion kreativ, as standard etik dhe as kuptim mbi përgjegjësinë që ka komunikimi publik, thot këngëtari i njohur Nazif Çela. Kjo nuk është krenari kombëtare, është banalizëm i saj. Për këtë denigrim publik të figurës së Nazif Çelës dhe përdorimit të papërshtatshëm të ISO polifonisë, do të drejtohemi organeve kompetente dhe institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe të drejtave të artistëve, thuhet në reagim. Në një kohë kur kultura shqiptare duhet të promovuar me krenari dhe kujdes, përdorimi i ISO polifonisë si fond humori banal dhe grotesk shihet nga shumë kush si akt i rënd, banalizimi i trashëgimisë son kombëtare. Nëse kjo kompani, pra kompania Erzeni, do të shiste qumësht lope të trevave të Labris, apo edhe nga fshati Lapardha, nga vjen personazhi kryesor Nazif Çela, edhe mund të kishte gjysmë justifikimi, por të shesësh qumësht serb si qumësht labrie, kjo është e papranueshme.